por natyrisht që e tërë ajo sakrificë do të ketë kuptim vetëm kur secili prej nesh, secili dhe jo vetëm ne që jemi në politikë, e kuptojmë se e kemi mision kombëtar, e mision historik madje, që për hir të këtyre fëmijëve që i pam pak më herët në skenë, dhe të gjithë fëmijëve, gjithë vajzave e djemve të këtij vendi, mos ta lëm shtetin tonë të shkojë drejt katrahurës. Mos lejojmë që shpresa të vdes për secilin të ri e të re në vendin tonë. Mos lejojmë që përçarja të zë vend bashkimit. Mos lejojmë që ofendimet e fyrjet ndaj nanave shqiptare, përfshi edhe nanave që i dhanë bijtë e bijat e vetë për këtë këmbë, të zën vend në moralin e shoqërisë sonë. Por ta zgjedhim pikrisht të kundërtën. Ta zgjedhim atë forcë e atë vizion që gjithmonë e ka shpier shtetin tonë e kombin tonë aty ku duhet, në rrugën e bashkimit, në rrugën e vizionit euro-atlantik, në rrugën e bashkimit të shqiptarëve rreth vlerave familjare në njërën anë dhe vlerave më të larta kombëtare në anën tjetër. Dhe ju e dini cila është ajo alternativë, sepse ka qenë gjithmonë vetëm një, dhe edhe sot është vetëm një. Dhe ajo është lëvizja më e madhe që ka njohur populli shqiptar për liri, pavarësi e demokraci. Ajo është pikrisht lidhja demokratike e Kosovës. Prandaj unë juftoj në këto momente vendimtare për të ardhmen e këtyre fëmijëve si drita. Juftoj që mos ta ndalim kur mundin, mos ta ndalim kur punën, mos ta ndalim madje as sakrificën e nevojshme që duhet secili ta bëj. Sepse ju e dini shumë mirë, çka bën nana për fëmijën, çka bën babai për fëmijën, është gjithçka. Nuk ka kufi. Prandaj për këta fëmijë, që ata të kenë perspektivë, që të kenë shkollim që e meritojnë, që të kenë shërbime kualitative shëndetësore, që të kenë punësim të garantuar, që të kenë edhe praktike specializim të garantuar, që familja të ketë mirëqenjen e nevojshme që mos të ketë nevojë të mendoj, që buxhetin familjar ata shpenzoj për ushqimin e fëmijëve, apo për veshmbatjen e tyre, apo për shpenzimet e tjera, apo për pagesën e rrymës, por të ketë mirëqenje e cila e ndihen edhe dorën e shtetit, ju lus që mos ta ndalni punën, t'ja japim fëmijëve tanë, fëmijëve të Republikës së Kosovës, këtë alternativë të cilën e meritojnë. E kjo kërkon punë më shumë se çdo herë më parë. Ju e dini shumë mirë se presidenti Rugova prisi ynë historik nuk ishte vetëm në këtë mision. Kishte burra e gra, të cilët i qëndruan pranë. Secila familje në Klin kishte po të njëjtin mision. Secila familje në Klin kishte edhe organizim politik. Secili prind e rrezikonte jetën e vet, por punonte për këtë kauzë. Secili veprimtar e veprimtare, gra e burra, angazhoheshin për atë mision të përbashkët e historik. Prandaj presidenti Rugova kishte sukses, sepse kishte popullin e Kosovës, ju kishte juve bashkë me të në misionin për liri, pavarësi e demokraci. Tani na duheni sërish, na duhet sërish të bashkohemi si kur atëherë, që ato 3 postulate të arritura të shejta t'i mbrojmë dhe njëkohësisht ta shpijem Kosovën aty ku e meriton, në aleancën euro-atlantike, në NATO, aty ku do ta shpijem qysh në mandatin e parë, në Bashkimin Evropian, aty ku do ta marrim statusin e kandidatit qysh në vitet e para të mandatin ton, dhe në çdo organizatë ndërkombëtare. Dhe kjo është një përgjigje e thjeshtë. Pse ne mund të arrijmë e të tjerët jo? Sepse jemi të vetmit që kemi ditur të ndërtojmë besim. Besim me aleatët tonë. Besim në vitet e 90-ta, besim edhe në 5 vitet të kaluara. E besimi është përbërësi kryesor në çdo raport. Qoftë ai politik, qoftë ai personal, e qoftë ai edhe ndërkombëtar. Kur ka besim, kryhen punët. Kur të tjerët e shkatërrojnë besimin,
ne e ndërtojmë atë, sepse ne nuk jemi popull mos mirënjohës. Ne jemi populli më mirënjohës që ka njohur ndonjëherë rruzulli toksor.